Ahmet Meta, një veteran i nderuar i futbollit shkodran, në ndërim të Bariastanit, i cili u nda nga jeta në Amerikë dhe po respektohet këtu në Shkodër. Keni qenë kolegë dhe shumë të afërt njëri me tjetrin. Është vërtet, pata fatin e madh që njohva një person si Beria Aslani, të cilin ne u njohëm dhe punojmë së bashku për një 5 vjet si kolegë mësues fizikultur të shkolla Vasil Çonto. Ai ishte një person që rrallë gjinde njerëzit si Beria Aslani. Te ai kam pa një njeri me shumë virtyte. Ai ishte një metodist, një mësues fizikultur i dalluar. Ai kishte një metodikë shkëlqyeshme në simullanjen, të cilët sot unë hala i kam marrë ato udhëzimet ose dituritë e tija për lanën e edukimit fizik që ishte të bashkët. Ai ishte një njeri i përkushtuar, ishte punëtor, ishte i qefit, ai ditë mu sjell me shumë njerëzit, dash me njerëzit pozitiv, por edhe me njerëzit që kishin probleme, ai ditë mu sjell dhe jam fituar zemrën. Me Barin kemi kalu 5 vite bashkut, të cilët ato 5 vite që jam kalu me te, kanë vitet më të bukura të jetës teme. Ju keni pasur kolegë si mësues i edukimit fizik, por Bariastani ka qenë dhe një drejtues i klubit Vllaznia i sportit shkodran, ku ka lënë gjurmë. Vërtet, meritet e tija e vlerësuan dhe e çunën dhe që jetë edhe kryetari fizikulturës për rrethin e Shkodrës. Profesor Meta, ju keni pasur kolegë në cilësinë e mësuesit të edukimit fizik. Profesor Meta, ju keni pasur kolegë Bariastanin në cilësinë e mësuesit të edukimit fizik, por Aslani ka qenë edhe një drejtues i sportit shkodran për shumë vite ku ka lënë gjurmë. Për meritet e tija që ka pas, ajo zgjodhi dhe kryetari fizikulturës për rrethin e Shkodrës, të cili kontriboi dhe dha një mesin e vet për qytetin në drejtimin e gjithë fizikulturës për qytetin e Shkodrës. Pra, ai meritet e tija ju vlerësuan dhe arritit që drejtohet edhe një digaster në komitetin e në kësaj kohe për drejtimin e fizikulturës. Padyshim një humje e madhe për sportin shkodran, sidomos për familjen e shoqërisë. Do të metet i paharruar emri i tij dhe figura e tij, shoqënia që kena pas me të thash, kanë 5 vitet më të bukura të jetës teme ku kam punu me Beria Aslanin. Ai ishte i gjithanshëm. Ishte një punëtor në ndash me ana bazën materiale gjithçka që kena pas në atë kohë me siguru, ai ishte ndër të parët dhe ishte ndër mësuesit më të vlerësuar për kohën. Faleminderit, Meta. Faleminderit edhe për jush.